Territori shqiptar për datën 25 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht me kthjellime dhe vranësira kalimtare, sidomos në relievet malore gjatë pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 27 gradë Celsius, veçanërisht në zonat e ulësirës perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor-veriperëndimor, me shpejtësi 6 deri në 12 metër për sekond. Në Bregdet mund të arrijë deri në 14 metër për sekond. Deti do të jetë i qetë deri në 3 ballë dallgëzim. Temperaturat për disa qytete të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 26 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 23 gradë. Peshkopi 9 deri në 21 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 27 gradë. Durrës 14 deri në 26 gradë. Kavaj 13 deri në 25 gradë. Elbasan 12 deri në 26 gradë Celsius. Berat 12 deri në 26 gradë. Korç 9 deri në 22 gradë. Vlorë 15 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 26 gradë. Sarand 15 deri në 25 gradë Celsius.